Fëmijët po humbasin adoleshencën dhe njerëzimi nuk po e kupton. Dëgjojeni me kujdes këtë që do t'ju them sot, sepse ka të bëjë me secilin prej nesh, kemi familje, kemi fëmijë, dhe ne duhet e kemi për detyrë që t'u mësojmë fëmijëve etapat e tyre. Pra atë që kemi bërë ne dje. Çfarë ndryshimi ka dje dhe sot? Tani po ja u tregoj. Ndiqeni me kujdes tash, sepse kjo ne duhet të ndërgjegjësohemi të gjithë. Që të gjithë duhet të ndërgjegjësohemi. Por kush e ka fajin? Tani do të dëshiroja një diçka nga ju. Një koment kush e ka fajin dhe nëse kam të drejtë për atë që po flas dhe çfarë mendimi keni për këtë argument. Një koment do të dëshiroja në fund të kësaj videoje, siç ju thash, sepse diskutimet e përbashkëta do e mbani mend. Këtë video do ta shikoni, do ta rishikoni sepse do lexoni diskutimet. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush nuk e ka bërë ende, më falni që e them gjithmonë. Le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Është bërë një studim ku ka vërtetuar në mënyrë shkencore që njerëzimi, çdo njeri, çdo fëmijë, nga momenti që lind, duhet filluar nga mosha 8 muajsh apo 1 vjeç deri në moshën 14 maksimumi 15 vjeç formon karakterin. Pra, kjo është periudha kur njeriu formon karakterin. Ti mund ta ndryshosh karakterin, por e ndryshon me kalimin e kohës ose nga rrethanat ku gjendesh, pra nga mosha 16 e sipër. Mund ta ndryshosh pak, por sidoqoftë karakteri yt formohet nga mosha 1 deri në 14 vjeç ose 15 vjeç. Çfarë do të thotë kjo? Është thelbësore. Sepse sot fëmijët e kanë humbur adoleshencën, nuk e kanë më. Një pjesë e këtyre fëmijëve, pothuajse 80% e fëmijëve, qëndrojnë në rrjetet sociale orë të tëra, pa e kuptuar që kanë humbur një pjesë të madhe të jetës së tyre. Dhe kush do t'i mësoj këta fëmijë, nëse nuk do t'i mësojmë ne? Acarohemi, normal, çdo ditë duke thënë boll me atë telefon, studio, apo shkolloz, apo ku ta di unë. Por tërhiqet çdo fëmijë sepse duhet të jetë kolektive. Mendja e njeriu është e brisht. Duhet të jetë një ndryshim kolektiv, nuk mund të jetë një ndryshim personal, sepse ndryshimi personal mund të ndryshoj pak për një kohë shumë të shkurtër, por ti detyrohesh nga njerëzit e tjerë, pra fëmijët, adoleshentët, sepse jetojnë në këtë botë, jetojnë me këta njerëz. Ata ndryshojnë pikërisht sepse, ose ndryshojnë karakteri, siç ju thash, nga mosha 15 e sipër, pikërisht sepse shohin shokët e tyre, shoqet e tyre. Por çfarë po humbasin fëmijët? Po ja u tregoj. E mbani mend, dje loznim në mes të baltës. Loznim gjithë ditën, ndonjëherë edhe nuk studionim, shumë prej nesh nuk mësonin, por të paktën u kalitëm. U kalitëm sepse trupi është kryesor. Pra trupi, fizika, është gjëja kryesore, sepse ti me anë të fizikë lejnër që oksigjenohet edhe truri. Pra përveç se ti kalitesh fizikisht, oksigjenohet edhe truri. Dhe nuk është e vërtet kur thot ndonjëherë që po jo, ti duhet të kishe studiuar. Okej, dakord. Shiko se miliarderët dhe milionerët më të mëdhenj nuk kanë studiuar asnjëherë, kanë lënë studimin në mes. Nuk po them që studimi nuk është i mirë dhe nuk është e nevojshme. Nuk po them këtë. Por ka dhe disa fakte të tjera që duhet krijuar një ekuilibër mes asaj që themi. Pra, nëse ti më thua që ti duhet me se s'bën të studiosh, të shkosh në universitet, unë nuk e bëra universitetin. Bëra rrugë tjetër. Por atë që dëshirova e bëra. Dhe aq sa munda. Nuk është se kam bërë kush e di se çfarë, por aq sa munda. Tani, nëse i vini re, ka disa që nuk e kanë bërë shkollën, por janë bërë milioner, janë bërë miliarder. Dhe po them me këtë, karakteri njeriut, sepse po të kishim këtë jetë që kemi sot, dikur, pra me këta telefona që ne, sepse unë po flas për rrjetet sociale, ato që e mbajnë të mbërthyer fëmijën, e mbajnë të mbërthyer aty. Dhe nëse do të kishim këtë jetë që kemi sot me këto rrjete sociale, nuk do të ishim kështu siç jemi sot. Do ishim ndryshe. Do të ishim obez në radhë të parë njerë, nuk do të ishim elegant, ja u garantoj këtë. Dhe tjetra, do të ishim të çorientuar, sepse do ishim shkëputur nga njëri tjetri, nuk ka më shoqëri. Sot nuk ka më shoqëri, po të shikoni, adoleshentët nuk janë më si dikur. Sot, mund të dalin, rrin pak bashkë, por sidoqoftë nuk është më si dikur. Dhe duke mos jetuar me natyrën, duke mos jetuar me shokët dhe me shoqet,
ti e ke humbur kohën. Pse e ke humbur? Sepse ti je në rrjetet sociale, të duket çdo gjë sikur është virtuale, në atë mënyrë ti jeton botën virtuale. Pra fëmia jeton në botën virtuale. Po ta shikoni disa vajza të vogla duke bërë truke, duke treguar që ato ditë bëjnë truke, kujtani se i shtyn familjarët. Dhe po të shikoni me miliona klikime, ato vajzat vogla që rrinë gjithë ditën, disa prej tyre kanë lënë dhe shkollën i kanë vëre, por e zëm sikur janë dhe në shkollë, gjithë ditën duke treguar në rrjetet sociale si që lyen. Okej, do thot në njëri nga jo, po mirë, të gjithë rrim në rrjetet sociale, dakord. Por ne, për shembull, në këtë rast ne japim informacion. Unë për shembull, gjej një moment si tani, pres çunat që t'ikim në punë, gjej një moment, them 2 fjalë për një argument të rëndësishëm, sepse unë dua që t'i informohem, dhe duke diskutuar së bashku informohemi. Pra këtë e bëjmë për t'u informuar dhe e bëjmë 5 minuta, 10 minuta, por jo të rrim gjithë ditën në rrjetet sociale. Nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe ky është një problem madhor i fëmijëve. E përsëris edhe një herë, fëmijët po e humbasin adoleshencën, por ata nuk e kanë kuptuar, sepse ku ta dinë të gjërët. Ne duhet ja u themi. Ne duhet të ndërgjegjësohemi që të themi boll, jo me acarrim, sepse kur nuk do të ndryshojnë me acarrim, por me shumë delikatesë, sepse është tepër e vështirë sot. Është shumë e vështirë që ti mësosh sot fëmijët, ose t'u japësh një drejtim. Dhe tjetra, siç ju thash, që është bërë një studim dhe karakteri njeriut është ndërtohet tash nga mosha 1 deri në 15 vjeç, dhe ti nga mosha 16 e sipër mund ta ndryshosh, mund ta modifikosh atë. Po si do ta modifikoj njëri 16 vjeç që ka ndejtur gjithë jetën, pra deri në moshën 15 ka ndejtur përpara rrjeteve sociale, si do ta ndryshoj nesër, kur ka për të studiuar, për të punuar, për ku ta di unë, dhe prap ka dhe rrjetet sociale, prap ka atë jetë që ka humbur dje, sepse ka humbur shokët, s'ka më shok, s'ka më shoqe. Si do ta modifikoj ai me kë? Dhe po ti shikosh sot janë të çuditshëm fëmijët. I thua një fjalë, të shikon kështu, për shembull, ka patur raste që i afrojmë njërit për shembull duke folur me fëmijët që janë në shkollë me fëmijët e mi, dhe më shikon sikur, sepse nuk më ka folur ndonjëherë, nuk nje, se kështu shpreh me nënën e tij dhe me babain. Unë nuk e njoh atë, nuk e njoh. Ç'lidhje ka? Ti a je me një klas me fëmijët e mi? Okej. A më ke parë? A takohemi për ditë me prindrit e tu? Po. Tani pse duhet të jesh kështu? Çfarë mënyra se si e bëjnë? Dikur ne që ishim, okej, të lutem, faleminderit, etj. Sot jo të rrim larg, se ku i dihet ky? Ku i dihet? Që rrim në të njëjtin vend, jam në të njëjtën lagje. Ku i dihet ky? Sepse janë shkëputur, thash, nga jeta. Dhe kjo do të krijoj, ja u them tro çfarë, kjo do të krijoj probleme shumë të rënda, jo vetëm në shoqëri, por edhe në individ. Të gjithë këta do të kenë probleme kaq të rënda që nuk e dini. Duke filluar që nga shëndeti mendor, nga trupi etj, dhe pastaj edhe në shoqërinë që ne do të jetojmë. Që ata do të jetojnë, sepse kur mos jemi ne më, ata nuk e di si do t'ja bëjnë. Nuk e di, sinqerisht po e them, nuk e di si do t'ja bëjnë. Pra, atë jetë që ne bënim dikur, që ishim në kontakt me natyrën dhe lozim, kënaqeshim, njëkohësisht edhe studionin ndonjëherë, ata po e humbasin dhe jetojnë komplet në botën virtuale. Pra, dje me sot diferenca është, dje ne ishim komplet me natyrën. Sot pra jetoni me natyrën. Sot komplet jetojnë me botën virtuale. Kush është e drejta sipas jush? A kam të drejta atë që po flas? Dhe në qoftë se do të dëshiroja një komentin tuaj, dhe në qoftë se është e vërtet që formohet karakteri deri në moshën 15 vjeç, ju si thoni. Dhe pastaj mund të modifikohet ky karakter? Në të djemve të fëmijëve të sotëm po flas, vajzat e djem qofshin, pra të rinjve të sotëm. Mund të ndryshohet karakteri? Pres komentet tuaja, sepse ky është vërtet një argument delikat, por mjaft i rëndësishëm për ne, për familjet tona. Pres, ju përshëndes.